u nis me një virus tinet normale në atë kohë, që ishte në shkurt, dhe pak të vjellta, asi gjo më shumë, u nisë në spital, spitali ishte plot me të njëjtat simptoma, me të njëjtat fëmijë, domethënë. Po pse u rikthyet në spital, Mel? Të nesërme në gjes, zgjohemi, ishin të dy shumë mirë, i përgatis për me hangër, edhe shoh që Omeri nuk han. Edhe mëngjes u shumë mirë. Lujt me qeshme, kërkote me dalë në kuzhinë me mu. Me energji. Me energji shumë normale. Edhe zvënan gjysoret e shoh që fillon e pështetet e divanit, domethënë për me ndajt, sikur nuk ishte atë energjin që e kishte për çdo ditë. Mrrim spital, nuk vënojnë 10 minuta dhe ne na përmyset tonë bota, domethënë. Zemra unal. Unë isha aty. Edhe Zotit vërboka, sepse thosha s'ka shans. Shef momentet e fundit edhe thu, s'pohet fjalë. Ato e dishin që ka marrë gjithçka, po për shkak shtatzanisë teme, pritën deri kur vjen bashorti edhe ajo shpresa, ai sekonde që ti vazhdon me shpresën që se më thoshin u kthy. Ti ishe 37 javë shtatzën aso kohë. E pritësha. Po çfarë prisje? Nuk e di, kisha një ndjesi që kur duket gjithçka shumë e bukur për me kenë e vërtet, mu marron duket shpresa që më kanë dhënë, se sa aja që doshin me mrujt për Melin, që u mundoheshin të tonë rreth meje. Kam shkuar në shtëpi dhe 4 muret e dhomës kanë banesa eme për një javë që nuk e dal. Absolutisht, domethënë, nuk s'mujsha asnjë, edhe derën me e lën hap me po korridorin që shifsha Irinin edhe Omerin të lujt, domethënë.